Ne si grup parlamentar kemi paraqitur 21 amandamente për projektin e ligjit për buxhetin 2026 dhe nga këto 21 amandamente nuk kanë kaluar përmes komisioneve dhe gjithsesi komisionit për buxhet. Andaj me këtë rast ne ju bëjmë thirrje që t'i vëni amandamentet tona në votim në kuvend, me që besojmë thellësisht që amandamentet tona adresojnë probleme reale të qytetarëve, kanë të bëjnë me arsimin, kanë të bëjnë me shëndetësinë, kanë të bëjnë me investime kapitale, kanë të bëjnë me rrjetet të digitalizimit dhe të energjisë. Andaj ju bëjmë thirrje që t'i vëni në votim në këtë kuvend. Përndryshe, buxhetin nuk e votojmë si të tillë, nuk e përkrohem. Partia Demokratike e Kosovës edhe në diskutimin paraprak këtu në kuvend i ka dhënë vërejtjet e veta në kuptim profesional, teknik, po edhe reflektimit nevojave që i ka posë buxheti. Ne kem prit që mrena 2 leximeve ka me posë reflektim edhe ka me posë ndryshime pozitive që me u reflektu dhe me u avancu në aspekt profesional buxheti, përtejsoj deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës me shumë përgjithësi, me shumë profesionalizëm, duke potur parasysh nevojat e qytetarëve përmes amandamenteve, gjithsej 32 i kanë propozuar në Komisionin për Buxhet. Në Komisionin për Buxhet nuk është që kanë gjetur vullnet dhe mbështetje amandamentet që i kanë trajtuar temat dhe çështjet që janë jetike, shumë të nevojshme, shumë të rëndësishme edhe për institucionet, edhe për shtetin, gjithashtu edhe amandamenti për rritjen shtesë të mbështetjes financiare për të akuzuarit çlirimtarët në Hog nuk është që ka gjetur mbështetje, andaj në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, përkatësisht deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, ne i tërhekum të gjitha amandamentet dhe nuk e mbështetëm këtë buxhet që nuk i reflekton as përbërjen e qeverisë, nuk është dokument profesional, përtejsoj ka shumë defekte edhe për vitin 2026, mirë po do të jetë i dëmshëm edhe për vitet pasuese si rezultat i mungesës të kompetencës dhe përgatitjes profesionale. Siç e kemi thënë edhe në fillim, është një buxhet i përkohshëm emergjent. Për këtë arsye ne si qeveri, pra nuk kemi dhënë hapësirën madje as ministrave, të cilët kanë marrë dikasteret e tyre përsipër që të bëjnë ndryshime, duke konsideruar që nuk kemi shumë kohë për të bërë ndryshimet e nevojshme dhe në mënyrë cilësore dhe që ato pastaj të mos reflektojnë me probleme gjatë rrugës. Pra ideja ka qenë që të procedohet sa më parë që është e mundur, madje është bërë në mbledhjen e parë të qeverisë, në ditën e parë të mandatit qeverisës, e kemi proceduar tutje në kuvend që shteti të ketë një buxhet. Me zgjatjet që bëhen sipas ligjit në mungesë të buxhetit, ajo është zgjidhje emergjente e përkohshme sa i përket shpenzimeve rrjedhëse. Por sa i përket projekteve dhe iniciimit të projekteve tjera, pra asnjë projekt nuk mund të inicohet prokurimi për të. Këtë mund ta konfirmoni edhe me komunat ku qeverisni ju. Pra asnjë projekt nuk mund të inicohet prokurimi për shkak se nuk ka buxhet dhe nuk mund të bëhet zotimi i mjeteve duke mos e pasur buxhetin në fuqi. Për këtë arsye ne jemi interesuar dhe kemi dashur ta procedojmë sa më parë një buxhet të përkohshëm i cili në fakt do duhet të ishte në fuqi nga 1 janari. E me rastin e marrjes në detyrë qeveria, pra do duhet kishte hapësirën që të merrte kohën e nevojshme për të bërë rishikimin.